A jeni të gatshëm të nënshkruani për të dhuruar organet tuaja pas vdekjes, me qëllim që të shpëtoni jetë njerëzish? Kjo ishte pyetja që u parashtruam sot qytetarëve të Gostivarit, ndërkohë që në procedurë janë ndryshimet ligjore për transplantim, të cilat synojnë lehtësimin e procedurave dhe mundësimin më të thjeshtë të deklarimit si donator pas vdekjes. Po e kisha lënë amanet, do thotë një kërkesë e tillë te familjarët që të vesh ta bëjnë një gjë të tillë, pse jo? Kur nuk do më duhen jetën tjetër organi i tillë, e të shpëtoj një jetë tjetër, një jetë e ardhshme, pse jo? Po, pse jo? Dhe kishe bë? Tjetë kanë jemi, kisha bë, po. Familjarët, mirë është ajo. Ti të vdes. Po bigi po tani, do t'i dhuroja, pse jo? Çka të duhen pasi të vdesësh? Nuk të duhen organet. Pa njeri kur vdes mone ashtu të na e shputon një njeri. Zoti për të mund dhe veti shef kret. Zoti kreti shef. Ama unë e kësha buhet. Ka disa nuk e bujnë, ama që unë për vetë unë e bëj. Dikush i do në shkue që ashtu, sigur unë të shkue që ashtu. Për qatë e që të sa s'ka ata, që i duhet atë pjella bjenë. Postes, ma bigi ona du. Pas vdekjes do t'i dhuroja. Mua nuk më duhen pas vdekjes, por para vdekjes nuk do t'i jepja. Po në të shfrizo kush do më kur të vdesë. Do kishe qenë dakord me ta? So problem për atë. Përse dhe kishi bë këtë? Po të shputohen një jetë njeriu, që të se i nevojitën. Ai që ka vdek, ma ata ai së ngjallët, ba në shpëtoj e qetri. Ju zotërit? Po, pa tjetër, normal, edhe unë i kësha dhanë. Gjo humane, ti ndihmosh popull, dikujt. Ku më dhonë e zdi sa herë, ku më dhonë edhe gjak, ku më dhonë. Nëse ka nevoj t'i japish dikujt dhe një organ, edhe për zxalli dikush e ka dhonë dhe një bubrek, një e ka majt, një e ka dhonë dikujt, ka ndodhë. Edhe është me irë, ndihmosh. Ndërkohë që shumica janë pro nënshkrimit të një dokumenti që mundson transplantin e organeve pas vdekjes, ka edhe qytetar që kjo temë ju rëndon për ta diskutuar. Madje, më shumë do të doni që trupi i tyre të mos preket pas vdekjes dhe të kthehet tek Zoti i plot ashtu siç ka ardhur. Nuk besoj. Është e rëndë. E rëndë, normal, pjesët e trupit Zotit na ka kriju, është duhet të kthehen. Unë mendoj, tash ku e di. Kujtojmë se ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në momentet më të vështira, një familje mori një vendim që të dhuroj organet e familjarit të tyre që ndëroi jetë. Dhe fal humanizmit e altruizmit të tyre, është realizuar transplantimi i mëlçis tek një pacient 67 vjeçar dhe transplantimi i veshkës tek një pacient 51 vjeçar. Autoritetet spitalore njoftuan se të dy pacientët janë në gjendje të mirë dhe janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Këto zhvillime vinë në një kohë kur në regjistrin elektronik kombëtar të rregulloreve janë vendosur për shqyrtim publik ndryshimet ligjore për transplant. Ato prarëshojnë që çdo qytetar të mund të deklarohet si donator përmes mjeku tam, duke thjeshtësuar kështu procedurat dhe duke zgjeruar rrethin e dhuruesve. Po ashtu parashikohet krijimi një liste kombëtare elektronike për transplantime me qëllim rritjen e transparencës dhe besimit në sistemin shëndetësor, duke vendosur në qendër vullnetin e vetë qytetarit. Dhurimi i organeve mbetet akti më i lartë i humanizmit, i cili, siç dëshmon rasti i fundit, ka fuqinë të kthejë dhimbjen në shpresë dhe të shpëtojë jetë njerëzish.